Mendoj që në punën e tij Presidenti i Republikës nuk duhet të udhëhiqet nga emocionet personale, duhet të zbatojë gjithmonë kushtetutën dhe vetëm kushtetutën. Unë në detyrat e mia që kam pasur qoftë si shef i shtabit, si ushtarak dhe si mjek, kam pasur si mision shërbimin ndaj adeut, detyrës dhe në shërbim të qytetarëve. Dhe nëse ju njerëzit nuk u shqetëson asgjë tjetër? As pak, nëse unë zbatoj detyrimin kushtetues, nuk më shqetëson asgjë tjetër. Unë nuk dua t'ju tërheq në respekt të pozicionit tuaj si President i Republikës, por në respekt nga ju personalisht nuk dua t'ju tërheq në debate të vogla dhe banale të politikës shqiptare. Por duhet të thënë që te disa individ të opozitës, sidomos te kreu i zgjedhur i grupit parlamentar, i cili de jure është personi që duhet vi më shpesh edhe në zyrën zoti Bardhi, ndihet që ka një gjë gati diçka personale. Dhe të gjithë mund të pyesin, të paktën të pyesin juve, se ndoshta ju dini diçka më tepër, por duket që ndaj asaj që ajton ndaj jush, përveç tjerave anës politike, etj, luftës normale politike që kuptohet, intereson një pale që Presidenti i Republikës ta bëj palë me njërin palë me palën tjetër, duket që ka diçka personale. Ka realisht diçka personale me sysh? Unë do të thosha që secili nga ne duhet të udhëhiqet nga ushtrimi i të gjitha përgjegjësive sipas detyrës që ai ka. Unë në punën time do të zbatoj vetëm kushtetutën, e cila thotë që Presidenti i Republikës do të jetë neutral, i pa anshëm dhe kurrë nuk do të përzihem në politikën e ditës as në komente të caktuara. Pa le ta themi është thjesht zhurmë. Unë them që secili duhet bëjë detyrën e tij. Zoti President, sigurisht opozita ka një qëndrim dualist sa i përket situatës politike në vend, nga një anë thotë që nuk e njeh zgjedhjet, të cilat i quhen manipuluara dhe të vjedhura. Nga ana tjetër sigurisht merr pjesë në institucione, së fundmi ka çuar dhe emrat e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve parlamentare. Ndërkohë, kreu i KQZ-s, zoti Celibashi, në daljen e tij të fundit i quajti zgjedhje të denja për një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Ju e ndani mendimin e tij? Unë nuk mund të komentoj mbi deklaratat e askujt, as të zotit Celibashi. Patjetër që unë mund të vlerësoj mbi procesin ligjor dhe besoj se procesi ligjor i zgjedhjeve, ajo që unë konstatoj është prezenca e shtuar e votuesve, do të thënë numri i lartë i pjesëmarrjes në zgjedhje, e dyta, arritja dhe mundësimi i votës së diasporës. Kjo ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Patjetër që institucionet kompetente, siç është Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, bashkë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duhet të analizojnë ato organizata të cilët ne i kemi marrë si arbitër për të certifikuar zgjedhjes, siç është OSB Odiri, dhe çdo konstatim i bërë nga ta duhet të reflektohet në zgjidhje. Zgjidhje të cilët duhet të adresohen menjëherë, jo të pritet deri pas 4 vjetësh kur të vinë zgjedhjet e përgjithshme. Në fakt, duket që qeveria të paktën është interesuar për nisjen e një reforme zgjedhore që kërkon edhe Bashkimi Evropian, i cili nga ana tjetër kërkon që kjo reformë të jetë gjithëpërfshirëse, të përfshijë gjithë faktorët. Opozita duket për momentin është nga pikpamja e kohës është një prapa, por gjithsesi të flasim për diçka e cila lidhet drejt për drejt me ju, me detyrën tuaj kushtetuese si President i Republikës. Një ditë më parë mori fund edhe procesi i shkarkimit të kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, nga qeveria qendrore pas kërkesës miratuar nga Këshilli Bashkiak i kryeqytetit me votat e gjithë shqiptarëve majtas dhe djathtas, pra me vetëm me një, mos gaboj, me një abstenim apo mos pjesëmarrje. Kjo e çon në 6 numrin e bashkive, zoti President, cilat sot aktualisht janë pa kryetar bashkie. Kryeministri Rama apo kryetari i Partisë Socialiste ka bërë të qartë që Tirana, ai nuk mund të qëndrojë më në këtë situatë me një
kryetar burgosur dhe njëkohësisht në detyrë dhe ndërkohë ka caktuar dhe emrin e kandidatëve. Çka do të thotë që presioni është në rritje tashmë ndaj institucionit presidentit që të shpallë një datë zgjedhjesh parakohshme për mandat pjesëshëm të 6 bashkive të Tiranës. Nga pikpamja kushtetuese, kjo kohë me sa kuptoj unë është midis tetorit dhe nëntorit. A jeni në prag të një vendimmarrje të tillë? Konstatimi juaj është i drejtë, pushteti lokal është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë drejt për drejt me ndikimin në jetën e qytetarëve. Dhe për fatin e keq, presidenti është pjesë fundore e këtij procesi ligjor. Do me thënë që unë nuk jam duke analizuar, se s'kam çfarë të analizoj për zgjedhjet. Në momentin që unë vijem në dieni për vakancat e pushtetit lokal, për zgjedhjet të jashtëzakonshme, patjetër unë do të shpall zgjedhjet brenda detyrimit kushtetues të 48 orëve dhe për periudhën nga 30 deri 45 ditë nga momenti që unë marr njoftimin. Domethënë, presidenti i Republikës ka vetëm një proces Për këtë duhet marrë njoftimin nga kryeministria. Pra, nga kryeministri do të merrë njoftimin zyrtar që për X bashki për këto bashki që është vakancë, shpallja e vakancës, atëherë ju menjëherë do të merrni, menjëherë do të shpallni brenda 48 orësh të shpall organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në këto bashki. Dhe i bie që do respektoni të kushtetuta e cila kërkon midis tetorit dhe nëntorit mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Në varësi sigurisht të njoftimit që do ju vijë nga kryeministri. Sapo e thash pak më lart që unë jam i detyruar të zbatoj kushtetutën. Okej. Zoti president, na e ndjeni të këmbguljen pasi me thënë vërtetën nuk kemi mësuar të kemi president normal. Kemi pas gjithmonë president që kanë ardhur kryesisht nga politika, cilët herë kanë qenë të ndikuar, herë kanë qenë motivuar dhe herë kanë qenë kompleksuar nga CV-ja e tyre politike në marrjen apo mos marrjen e vendimeve të caktuara. Që ndjes ju pyes ndonjëherë, po kemi mësuar siç thash me raste anormale. Anormaliteti ka qenë normalitet për ne. Kështu që ndjes që këmbgul të kjo pjesa. Kur dëgjojmë president që thotë respektoj vetëm kushtetutën, ndjehemi pak kështu. Nuk kam asnjë interes politik dhe për mua vetmi udhëheqës në punën time është kushtetuta. Zoti president, të rikthehemi, kam 2 pyetje të fundit që lidhen me drejtsinë e re, e cila vazhdon të quhet një sukses i Shqipërisë dhe temi bonusi kryesor i saj në këtë shpejtësi integrimi në Bashkimin Evropian. Spak duket se ka gjetur një mbështetje amerikane që të gjithë mendonin se kishte humbur, por disa të kemi rresht ambasadores në detyrë kuptohet, për që ajo është për linjën e Departamentit të Shtetit zonës Van Horn, duket që Spaku, pra prokuroria e posaçme, që është themi emblema, simboli i drejtësisë së re, ka marrë një mbështetje, por fokusi duket që është pak më ndryshe. Pra duket, themi, alarmi amerikan është, jemi me ju, luftoni krimin organizuar, luftoni trafiqet, mbroni interesat tuaja dhe Shtetet Bashkuara në këtë drejtim dhe godisni krimin pavarësisht me kë është i lidhur ai. Pra është mbështetje, por duket që ka edhe një kritikë aty apo. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ta heqin vëmendjen e tyre nga Ballkani Perëndimor asnjëherë. Dhe për të ardhur ke pyetja juaj, patjetër që prania e Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj se me deklarimin e fundit, unë them se është pjesë e misionit të Spakut dhe të gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit për të bërë të mundur që atë reformë të nisur në vitin 2016, sot në vitin 2025, ta kemi një drejtësi funksionale, një drejtësi e cila zbaton procedurat standarde ligjore sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe patjetër të ketë një transparencë dhe llogaridhënie nga këto institucione, të cilat për fatin e mirë janë institucione të cilat vetë menaxhohen nga vetë persona apo profesionistët e kësaj fushë. Megjithatë, zoti president, ka një shqetësim rritje edhe nga Shtetet Bashkuara, por edhe nga Bashkimi Evropian, cilat kërkojnë, ju përmendët transparencën e këtyre institucioneve, kërkojnë më shumë transparencë, sidomos në momente kur Spak zgjedh kreun e saj të ri. Çfarë mund të bëjë më shumë presidenti i Republikës për ta garantuar këtë proces i cili pritet të fillojë më 18 dhe marrë diku data 20 dhjetor të këtij viti? Unë sapo e thash që
reforma në drejtësi bëri të mundur që sistemi i drejtësisë të organizohet në bazë të disa institucione të cilët janë vetë rregulluese dhe nuk kërkojnë dhe nuk kanë asnjë dritare të mundur që të ndikohet nga politika e aq më pak nga presidenti i Republikës. Zgjedhja e detyruesit të ri të SPAK në mënyrë të drejtë, në mënyrë transparente, është mënyra e duhur, jo sepse e kërkojnë ndërkombëtarë, po sepse e kërkojnë shqiptarët. Zoti President, një pyetje fundi që është më tepër personale dhe emocionale, jeni këtu në Kombet e Bashkuara, për çdo njeri besoj unë, ky pallati Sheshit është themi qeveria botës, pavarësisht kritikave që sot kanë Shtetet e Bashkuara apo dhe Turqia për reformimin e tij, mbetet një monument impresionues i pushtetit, i ndikimit botëror. Sigurisht fjala juaj, fjala e një kreu shteti në atë podium, besoj është një moment kulminant në karrierën e një presidenti apo një drejtuesi shteti. Ju si e përjetuat këtë dhe a janë këto momentet ku pavarësisht presioneve, pavarësisht sulmeve që ju vinë ndonjëherë dhe poshtë barkut nga ata që keni përballë, që thua, okay, ky është ai momenti kur nuk pendohem që pranova të bëhem president i Republikës. Vërtet, jemi në një vend ku kjo ndërtesë bën të mundur që të prevaloj dialogu politik mbi ndarjen, të prevaloj bashkëpunimi mbi konfliktin. Dhe mendoj që pas takimit të dieshëm të presidentit Trump me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pati dhe një lloj vlerësimi për këtë organizatë, e cila me drejtë, siç u tha nga presidenti Trump, nuk ka ndaluar asnjë luftë, por punon shumë për të bashkëpunuar në drejtim të sfidave të ndryshme që ka mbar globi. Unë mendoj që një individ të vitë mbajë një fjalë të tillë në një sallë aq prestigjioze është nder dhe privilegj, por ta mbash atë në gjuhën kombëtare, unë them se është krenari. Me besoj që bëhet gjonë e dur. Zoti President, ishe shumë lehtësi të kisha sot program, dhe faleminderit që zgjodhët rrethore për të folur në fund kësaj vizite. Shumë faleminderit, kënaqësi që ishim bashkë. Nësi, faleminderit edhe një herë. Dhe ky ishte Real Story Live nga New Yorku, këtu me presidentin e Republikës. Shihemi të hënën në Tiranë me halle lokale. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natë mirë.